Përshëndetje. Në këtë video do të diskutojmë disa strategji që mund të ndihmojnë për të përmirësuar përqendrimin kur përballemi me stres, ankth apo depresion. Vështirësitë në përqendrim janë të zakonshme, por me disa çështje praktike mund të thyejmë ciklin dhe të rikthejmë aftësinë për të përqendruar në detyrat e përditshme. Së pari, mindfulness është një mjet tejet i fuqishëm, i cili ndihmon në kthimin e vëmendjes te momenti i tanishëm, duke minimizuar ndikimin e mendimeve shqetësuese. Për shembull, nëse vëreni se e keni mendjen të shpërqendruar, provoni një ushtrim të thjeshtë kur përqendroheni te frymëmarrja juaj për disa minuta. Një tjetër çështje është përdorimi i strukturës dhe rutinave për të mbajtur veten të fokusuar. Krijoni një listë me prioritete të qarta dhe ndani detyrat në hapa më të vegjël. Kjo ju ndihmon të ndiheni më të organizuar dhe të keni një ndjenjë përmbushëse teksa kryeni çdo hap. Për shembull, në vend që të përpiqeni të përfundoni një projekt të madh për një herësh, fokusoheni në një pjesë të vogël dhe merrni pushime të shkurta mes detyrave. Tutje. Sfidimi i shtrembërimeve kognitive është një hap i rëndësishëm për të rikthyer përqendrimin. Kur kapeni duke menduar negativisht për veten ose situatën, pyesni veten: a ka dëshmi që kjo është e vërtetë? Për shembull, nëse mendoni nuk jam mjaft i mirë për ta përfunduar këtë detyrë, provoni të mendoni në këtë mënyrë: kam mbaruar detyra të tjera më parë. Kjo është thjesht një sfidë që mund ta përballoj. Gjithashtu, ndërtimi i zakoneve që përmirësojnë rregullimin emocional është thelbësor. Përfshihuni në aktivitete që qetësojnë mendjen dhe trupin, si meditimi, ecja në natyrë apo ndonjë hobi që ju sjell kënaqësi. Këto aktivitete jo vetëm që ndihmojnë në uljen e stresit, por gjithashtu përmirësojnë aftësitë për të përqendruar. Në fund, mos hezitoni të kërkoni ndihmë profesionale. Një terapist ose psikolog mund t'ju ndihmojë të identifikoni faktorët që ju ndihmojnë në përqendrimin tuaj dhe t'ju mësojë strategji të përshtatura për situatën tuaj. Zbatimi i këtyre strategjive mund t'ju ndihmojë të përmirësoni përqendrimin. Faleminderit që ndoqët këtë video. Ju ftojmë të vizitoni faqen shëndetimendor.org për këshilla praktike mbi shëndetin mendor.